Me ty, me 4 prill përfundojnë dëshmitë ndaj shkrerëve tu, çka pritni pas 4 prillit? Po, ka deklaru do të prokuroria se deri me 4 prill do të i përfundoj dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë, pastaj fillon ftesa e dëshmitarëve të mbrojtjes, edhe ajo do të marrë një kohë në bazë të ekspertëve të kësaj fushë. Pastaj shkohet në pushim, pastaj shkohet në pushim, por në bazë të asaj që e kam kuptuar nga shumë ekspertë të kësaj fushë, ky proces gjyqësor mas lartë do të përfundoj në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. Edhe ne ashtu që kemi qenë, që kemi kundërshtuar fuqishëm në atë kohë raportin e Dikmatit, jemi të bindur se edhe brenda kësaj aktakuzës nuk qëndron asgjë, krejt janë shpifje, janë trillime, është një tendencë e Serbisë që menjullohet përmes kësaj gjykote luftën e drejtë ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, edhe besojmë fuqishëm në pafajësinë edhe kthimin sa më shpejt të tyre në Kosovë. Po për ty, Shala, çka mendon pas 4 prillit? Me ato që ja tha ish komandant